E qartë, të falenderoj. Ndërkohë, për të dhënat që ju keni deri tani, çfarë i bën përshtypje nga turistët që vinë këtë vit? Në vazhdim të asaj që tha Leonardi, është problemi është që domethënë përveç ato turistë domethënë që ka qenë tradicional këtu gjerman, polak, çek, domethënë si vjet ka një kërkesë të shtuar të turistë të kompanive franceze, të cilët këtë vit domethënë kanë ardhur me një numër të kufizuar dhomash. Dhe vitin tjetër duhet të futen me kontrata garancie. Kjo që është një gjë shumë e madhe, sepse gjë që s'ka ndodhur asnjëherë, domethënë që tregu francez domethënë ketë interes kaq të madh domethënë për destinacionin turistik. Që janë edhe më detajistë si turistë dhe kërkojnë shumë cilësi. Më e mira është ajo që aty ku e nisëm, domethënë se mua aty më kanë zemra për herë domethënë net e qëndrimit, ata pretendojnë që mos të jenë më 90 ditë, 100 ditë, 120 ditë, por domethënë do ta shtrihen deri në 5 muaj, domethënë që është gati 150 net qëndrimi, është një gjë shumë e madhe për turizmin shqiptar. Mendoj që duhet të sillemi shumë mirë me ta, që të kenë më shumë se sa pritshmëria atyre, domethënë nëse ne do të arrijmë këtë gjë, mendoj që është një tregu madh, dihet që Franca është shumë e madhe. Ka pensionistë, domethënë ata që kërkojmë ne mos fokusohemi vetëm te 15 qershor deri në fund të gushtit, domethënë, por pjesa tjetër është pjesë të cilët janë ose familje të reja, ose pensionistë të cilët domethënë ne duhet të bëjmë politika që t'i thithin këta njerëz, domethënë. Politikën gjashtë matët Malit të Zi, që paketat kryesore të vjeshtës, ata punojnë kryesisht me pensionistët evropianë. Këtë gjë domethënë po kërkojmë dhe ne, domethënë tash jemi në negociata, si vjet ato janë me allo, domethënë nuk do të janë s'kan garanci. Vitin tjetër domethënë fakti që po na kërkojnë që vitin tjetër tregu francez futet me garanci është një gjë shumë pozitive për Shqipërinë. Dhe ka drejt Leonardi pastaj për atë thotë, duhet njohur më mirë Shqipëria për t'i ofruar më shumë, se akomodimi është okay, trajtimi okay, po pas çfarë do t'i ofrojmë? E mendon që ka nevojë për të plotësuar paketat? Shqipëria është, domethënë thash, ne jemi 10 vjeç, mendoj unë që jemi në pjesën e turizmit, domethënë jemi ende fëmijë, domethënë te pjesa e asaj eksperiencës që kemi ne në këtë lloj industrie. Atëherë i bie që ne duhet të përmirësojmë veten njëherë, duhet të përmirësojmë shërbimet, strukturat hoteliere, me thënë drejtën, duhet ta themi këtë gjë, do të jemi krenarë që janë të reja, domethënë sepse janë vitet e fundit. Arkitektura është goxha e mirë, janë bërë ndërtime kaotike kohë më përpara, të cilët po kurohen, do të themi po kurohen, domethënë me ndërtesa të reja, me arkitekt të huaj, shumë të huaj, po vinë arkitekt domethënë që do sjellin struktura ndryshe nga ato tradicionale që bazike që jemi mësuar ne. Kështu që mendoj që destinacioni na pjesa e investitorëve do jetë në rregull, atëherë pjesa që çalon është pjesa e infrastrukturës, do të themi që ka ecur, por turistët, kompanitë e huaja nuk mund ta presin gjithë jetën, domethënë se kur do bëhen rrugë dytësore, kur do bëhet një mbikalim, kur do bëhet ku diun aeroporti, ata e duan aeroportin gati. Aeroporti aktualisht është domethënë një gjendje domethënë që se di se si do të operojnë me kaq shumë çadre që do vinë, do fillojnë këtë javës që vjen, domethënë dhe i bie që nuk e di, domethënë këto gjëra janë gjëra që nëse ne do të sillemi mirë, ti presim mirë, patjetër domethënë që të dyja palët, domethënë këto që është Ministria e Turizmit që do ta ndjejë këtë punë, ne do bëjmë punën tonë dhe them që do jemi në rrugë të mbarë për të sjell turist elitar, sepse numrin e turistëve do ta themi dhe duhet të falenderojmë 1000 herë ata njerëz që kanë negociuar për të sjell shërbime low cost me avion, domethënë në Shqipëri, dhe numri do ta themi atë që tham dhe Leonardi, që ne për shkak të biletave, domethënë kemi kaq shumë fluks të madh domethënë në aeroport.